përshëndes nga Blu Televizion, do të ndajmë bashkë disa prej zhvillimeve kryesore të përqendruara në këtë ditë. Do të ndalemi pikërisht te aktualiteti ku në Tiranë është mbajtur protesta e dytë radhazi për sa i përket mbrojtjes së Zvërnecit. Mira qytetarë u mblodhën përpara Ministrisë së Brendshme me marshimin që më pas vijoi drejt kryeministrisë. Ndërkaq pas protestës së qytetarëve në Tiranë, të cilët kërkuan anulimin e resortit që është planifikuar të ndërtohet në Zvërnec, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Në Tiranë është mbajtur protesta e dytë radhazi sa i përket mbrojtjes së Zvërnecit. Mira qytetarë u mblodhën përpara Ministrisë së Brendshme me marshimin që më pas vijoi drejt kryeministrisë. Gjatë protestës, disa nga qytetarët kanë rrethuar me telmegjëm bagodinë e Ministrisë së Brendshme si shenjë protestës së tyre për mbrojtjen e Zvërnecit. Në duar protestuesit kanë mbajtur pankarta me mesazhe si Shqipëria nuk është në shitje dhe slogane të forta politike. Ky është tubimi i dytë të radhazi pas thirrjeve të shpërndara përmes rrjeteve sociale. Në ditën e parë të protestës, qytetarët marrshuan nga Drejtoria e Policisë së Tiranës drejt Ministrisë së Brendshme dhe përfunduan përpara kryeministrisë, duke treguar angazhimin e fortë të qytetarëve për çështjet mjedisore dhe ruajtjen e hapësirave të mbrojtura. Ndërkohë këtë të martë është lajmëruar sërish një protestë sa i përket mbrojtjes së Zvërnecit. Ndërkaq pas protestës së qytetarëve në Tiranë, të cilët kërkuan anulimin e resortit që ishte planifikuar të ndërtohet në Zvërnec, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë thotë se deri në këto momente nuk ekziston asnjë projekt konkret investimi që mund të anulohet dhe thekson se qytetarët po manipulohen, duke u thënë se ekziston një i tillë. Sipas tij, në Zvërnec po kryen ende studime mjedisore, rezultatet e cilave do të përcaktojnë miratimin e ndërtimit të resortit ose jo. Përmes një reagimi publik, Rama u shpreh se qytetarët po manipulohen dhe me pretendimin se projekti është miratuar dhe se po dëmton natyrën, ndërsa theksoi se ky projekt është ende në fazë hartimi nga 5 studio të njohura ndërkombëtare. Përmes një njoftimi, Bashkia e Vlorës bën me dije se prej 5 qershorit e deri më 15 shtator të 2026-s do të pezullohen punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të Bashkisë së Vlorës, përfshirë qytetin e Vlorës, nga Lungomarja deri në Radhim, Orikum, Nartë dhe Zvërnec dhe në akset kryesore turistike. Bashkia e Vlorës masa në kuadër të sezonit turistik. Në një njoftim të saj, Bashkia e Vlorës bën me dije për qytetarët, bizneset dhe subjektet e ndërtimit se në kuadër të garantimit të mbarvajtjes së sezonit turistik veror 2026 do zbatohen masa të veçanta për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda dhe disiplinimin e aktiviteteve të ndërtimit. Periudha e zbatimit do të jetë nga 5 qershori deri në 15 shtator 2026. Sipas njoftimit të Bashkisë së Vlorës, do të pezullohen përkohësisht punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të Bashkisë Vlorë, përfshirë qytetin, Lungomaren, Skelën, ujin e ftohtë, plazhin e vjetër, Radhimën, Orikumin, Jënufrën, Nartën, Zvërnecin dhe akset kryesore turistike. Përjashtim do të bëjnë vetëm punimet infrastrukturore dhe shërbimet publike të autorizuara nga Bashkia e Vlorës. Do të ndalohet qarkullimi i mjeteve të rënda mbi 3.5 ton. Të premten duke nisur nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunave dhe të dielave gjatë gjithë ditës. Do të ndalohet kryerja ngarkim-shkarkimit nga mjetet e transportit të mallrave nga 1.5 deri në 3.5 ton, nga hënën të premte prej orës 6:11 dhe 15:24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 24. Bashkia e Vlorës bën me dije se do të ndalohet deparkimi mjeteve mbi 3.5 ton, por dhe i kamperave në rrugët kryesore të qytetit, duke përfshirë kryesisht Lungomaren dhe bulevardin Ismail Qemalit. Këto masa synojnë përmirësimin e qarkullimit rrugor, garantimin e sigurisë publike dhe ofrimin e një eksperience sa më cilësore për qytetarët dhe vizitorët gjatë sezonit turistik 2026 në qytetin e Vlorës. Mungesa e infrastrukturës së domosdoshme, përmirësimi i politikave sociale dhe shërbimi në administrat janë sipas Atir Hoxhës, këshilltar bashkiak nga radhët e opozitës, ndër problemet kryesore që janë të pasgjidhura për Vlorën. Për më gjerë, intervista. Qytetarët vlonjat vazhdojnë ende të përballen me një sër problematikash të cilat kërkojnë zgjidhje. Atir Hoxha, këshilltar bashkiak nga radhët e opozitës, thotë se problemi kryesor që rëndon mbi qytetarët është mungesa e infrastrukturës. Hoxha tregon se infrastruktura mungon jo vetëm në rrugë, por edhe në institucione si në kopshtet, qerdhet ato shëndetësore dhe deri tek administrata. Sipas tij, projektet janë ndër vite në letër, por nuk realizohen, edhe pse qytetarët, bizneset paguajnë taksa për realizimin e investimeve. Mendoje para njerë nga më kryesore ka të bëjë me infrastrukturën dhe nuk e kam vetëm thjesht infrastrukturën rrugore, se infrastruktura është një fjalë e cila përfshin shumë gjëra, është infrastruktura nëntoksore, infrastruktura rrugore, infrastruktura në kopshtet, qerdhe e të tjera si këto, qendra shëndetësore, të cilat
Për fat keq, unë shikoj që vit pas viti ekzistojnë në letra si prioritetet e ekzekutivit të bashkisë, i cili është i udhëhequr prej më shumë se sa 28-29 vitesh tashmë nga Partia Socialiste, është për të ardhur keq që nuk materializohen për qytetarët, sepse ndërkohë qytetarët, bizneset e qytetit Vlorës paguajnë, thash edhe një herë, barë fiskale të rritur çdo muaj apo çdo vit. Dhe për ta arsye mendoj që hallka kryesore është infrastruktura. Politikat sociale duhet të përmirësohen gjithashtu. Atirt Hoxha, këshilltar bashkiak, thotë se qytetarët përfitojnë çdo muaj një ndihmë ekonomike qesharake, teksa është miratuar të projekt vendimeve me vlera tepër të larta për strehimin dhe për kujdesin e kafshëve ndacake, që shkojnë deri në 260 euro për 1 qen. Në këto projekt vendime, sipas Hoxhës, duhet të prevalojë interesi për njerëzit përkundrejt interesit për kafshët. Pa diskutim, mendoj që politikat sociale janë një zë shumë i rëndësishëm, pasi shpeshherë shikojmë që paguhen për ndihma sociale shifra shumë të ulta, kur ndërkohë vijnë projekt vendime për të paguar për qen, jo se jemi kundër kësaj iniciative dhe kësaj streze e cila Bashkia Vlorë edhe në kuadër të parafrimit të legjislacionit shqiptar me Bashkimin Evropian, në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por nuk mundet kurse që ne të paguajmë 260 euro për 1 qen dhe ndërkohë paguajmë shifra minimale nga 35 apo deri në 60 apo 65.000 lekë të vjetra për ndihmë sociale. Ne duhet që të paktën në këto projekt vendime duhet që të prevalojë interesi për njerëzit, nuk mund të prevalojë interesi për kafshët. Pa diskutim që ka nevojë që, siç thash, edhe për kafshët kemi një kujdes të shtuar, por nuk mundet që të kemi pagesa të jashtëzakonshme për 1 qen dhe ndërkohë japim ndihmë sociale apo ndihmë ekonomike në shifra shumë më të vogla. Atirt Hoxha tregon se ekzekutivi ka për detyrë të ketë konsultime të gjera publike mbi investimet që do të realizohen në qytet, duke patur në fokus zona që janë në harres totale. Degradimi i infrastrukturës rrugore ka ardhur edhe si rrjedhoje projektit për realizimin e ujësjellësit të Vlorës. Nga ana tjetër, Hoxha thotë se ekzekutivi duhet ta shohë biznesin si partner dhe jo si një instrument ku vilen veç të ardhura nga taksat që ju merren edhe pa të drejtë. Këto janë disa nga pa diskutim që vetë ekzekutivi ka detyrë për të pasur konsultime publike të gjera lidhur edhe me investimet, me infrastrukturën, thash edhe një herë, duke pasur prioritet zonat të cilat janë në harres totale. Ti mund të shikosh bulevardin qendror Ismail Qemali apo aty që ne quajmë Vlorë Skel të sistemuar, të pastruar, por ndërkohë kur shkon në brendësi të lagjeve ti shikon një infrastrukturë të shkatruar, e cila ka ardhur edhe si pasojë një investimi i cili nuk po përfundon dhe nuk dihet se kur do të përfundojë. Një investim miliona euro që ka të bëjë me shahu i sjellësin Vlorën, i cili e ka kthyer qytetin tashmë të pajetueshëm. Pa diskutim, mendoj që edhe një hallk tjetër shumë e rëndësishme është ajo pikpamja që duhet të ketë ekzekutivi sa i përket biznesit, duhet ta shikojë thjesht dhe vetëm si partner, janë njerëz të cilët sakrifikojnë me kredi, kanë qenë në emigracion, janë rikthyer, kanë hapur ato bizneset e tyre të vogla në ekonomi të vogla familjare, por për të cilat ne duhet të jemi krenar dhe duhet të jemi partner me ta. Nuk duhet të shikojmë biznesin në qytetin e Vlorës si një, e kam thënë dhe do ta them, si një vath në cilin kemi futur X lop dhe që shikojmë vetëm për t'i miel. Ne duhet të jemi përkrah tyre për t'i ndihmuar, sepse edhe ekonomia globale nuk është në ditët e saj më të mira dhe natyrisht edhe biznesi vlonjat nuk është në ditët e tij më të mira. Rrugë të amortizuara ku ende nuk ka nisur asfaltimi, mungesa e ujit të pishëm, projekt vendime që rëndojnë mbi biznesin dhe qytetarët, shërbimi në administrat, janë ndër problemet kryesore ende të pasgjidhura vitet e fundit në Vlorë. Ka nisur funksionimin nga Zvërneci në Qeparon 10 qendrat shëndetësore verore të shtrira përgjatë vijës bregdetare. Sipas Majlinda Gjikës, shefe sektorit të kujdesit dhe shërbimit parësor, në qendra do të ofrohet shërbim 24 orë në ditë nga 1 qershori më 30 shtator. Ka nisur funksionimin qendra shëndetësore verore në rajonin e Vlorës. Të sezon turistik do t'jenë në shërbim 10 qendra shëndetësore verore të shtrira përgjatë vijës bregdetare nga Zvërneci deri në Qeparon. Qendra do të funksionojnë për 4 muaj nga data 1 qershor deri në 30 shtator. Sipas Majlinda Gjikës, shefe e sektorit të kujdesit dhe shërbimit parësor, të gjitha qendra do të ofrojnë shërbim 24 orë në ditë, me përjashtim të qendrës së Zvërnecit, e cila do të funksionojë me shërbim 12 orësh. Qëllim kryesor mbetet ofrimi i shërbimit të nevojshëm mjekësor pranë zonave turistike për t'u ardhur në ndihmë pushuesve gjatë sezonit veror. Në kuadër të sezonit turistik veror 2026, Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor Vlorë ka vënë në dispozicion 10 pika verore, 10 qendra shëndetësore verore, të cilat kanë një shtrirje gjeografike përgjatë bregdetit të Vlorës. Këto qendra shëndetësore janë të vendosura
gjatë Bregdetit të Florës, shumë më afër vijës bregdetare dhe janë të aksesueshme nga turistët për çdo lloj shërbimi shëndetësor që do kenë nevojë. Duke filluar nga qendra shëndetësore e Zvërnecit, vazhdojmë me qendër verore të Plazhi i Vjetër, Radhim, Orikum, Palas, qendra shëndetësore verore Dhërmi, Himar, Qeparo, Drimadhe dhe Jal. Këto qendra shëndetësore verore kanë startuar shërbimin e tyre në 1 qershor 2026 dhe do ofroj shërbim për 4 muaj rresht. Shërbimi i tyre do jetë 24 orë përveç qendrës shëndetësore verore të Zvërnecit, e cila do jetë me një shërbim 12 orash. Vetëm gjatë vitit të kaluar në këto qendra shëndetësore verore është ofruar shërbim për rreth 17.000 pushues. Gjika thekson se rastet e trajtuara janë të ndryshme dhe për këtë arsye në këto qendra është parashikuar personel i shtuar mjekësor me mjekë dhe infermier. Në këto qendra shëndetësore verore do të ofrojnë shërbim 29 mjek. Vetëm qendra shëndetësore verore e Zvërnecit është me 2 mjek, duke qenë se dhe shërbimi është 12 orë, 2 mjek dhe 3 infermier ofrojnë shërbim, ndërsa në qendrat e tjera shëndetësore verore do jenë 3 mjek dhe 3 ose 6 infermier, sipas ngarkesës së punës. Kjo është bërë nisur nga ngarkesa e punës së viteve të kaluara, qendra shëndetësore verore Himarës dhe Drimadhe, duke qenë se ka pasur ngarkesë më të lartë pune, është shtuar burimet njerëzore me infermier dhe me mjek. Gjithashtu, në këto qendra shëndetësore verore do jenë në dispozicion dhe autoambulancat, të cilat do të ofrojnë shërbim urgjence dhe transporti, kryesisht në Orikum, Himar dhe në Drimadhe. Qendra shëndetësore verore ka nisur funksionimin më 1 qershor dhe ashtu si dhe vitin e kaluar do të qëndrojnë në shërbim deri në 30 shtator. Vlora si një qytet bregdetar ka të zhvilluar ndër vite sektorin e peshkimit, por sipas ambientalistit Niko Dumani, ekosistemi ujor brenda dhe jargjirit të Vlorës që shfrytëzohet për peshkim, është i rrezikuar nga peshkimi me lëndë plasëse, sipas tij, pasojat e dinamitit në ekosistem ujor janë shkatruese për florën dhe faunën. Vlora si një qytet bregdetar ka të zhvilluar ndër vite sektorin e peshkimit. Niko Dumani, ambientalist, thotë se ekosistemi ujor brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës shfrytëzohet për peshkim në disa mënyra, por problemi sipas tij është peshkimi me lëndët plasëse. Megjithse rastet në numër janë më të ulta se vitet e kaluara, Dumani thotë se peshkimi me dinamit vazhdon kryesisht pranë gadishullit të Karaburunit. Pasojat e dinamitit në ekosistemin ujor sipas Dumanit janë shkatëruese për florën dhe faunën. Tani me gjitarët amatorët vëret një gjë. Është mirë gjyëtia amatorëve me grep, por kemi gjyëtin amatore që shkojnë në thellësi dhe sidomos ata persona, ata peshkatar që përdorin mjete zhytëse dhe përdorin dhe mjete eksploduese. Përsa i përket sa çështjes së fundit, perceptimi që kam unë dhe nga informacioni që kam, është rregulluar shumë në krahasim me disa vite më parë, por ajo zhvillohet në mënyrë sporadike. Ka tek këtu dhe kryesisht to bën në zonën e Bregdetit të Karaburunit, nga persona që janë pajisur me veshje me kostume të zhytje dhe her pas here dëgjohen dhe pas. Tani lidhur me pasojat. Një shpërthim nuk vret peshqit e mëdhenj, por shkatëron të gjithë tufat e peshqve që janë në rritje e sip. Duke bërë një eksplodim jashtë sezonit të riprodhimit, atëherë duke azësuar masat e peshkut riprodhuese, atëherë do të thotë që ne paksojmë rigenerimin e masave të peshkëve pasardhës. Të tëra këto përbëjnë një konflikt të cilat kërkojnë një kontroll, por do të themi që ka institucione përkatës dhe nivel institucione përkatës për kontrollin edhe të gjyëtisë së peshkimit vazhdon. Ata pretendojnë për vështirësitë e tyre, sepse vështirësitë nuk janë thjesht të një institucioni, por shumë të drejtorisë së peshkimit, por janë global në gjithë institucionet e tjera që ekzistojnë për mbrojtjen e përgjegjësisë të mjedisit, jo vetëm detar, toksor, ajror e të tjerë. Dumani tregon se sasia e peshkut po zvogëlohet gjithmonë edhe më tepër për shkak të kocave anijeve të mëdha të peshkimit, që futen në brendësi të gjirit të Vlorës dhe hedhin rrjeta qindërmetroshe që përfundojnë deri në tabanin e detit duke ngordhur qindra specie ujore. Izobati 0 deri në 30 metra është i mbrojtur dhe absolutisht sipas Dumanit nuk duhet peshkuar në këtë thellësi.
Kjo lloj mënyre peshkimi dëmton këtë sektor pasi ndikon në zinxhirin ushqimor. Problemi i peshkimit industrial është i përcaktuar në ligj. Ato teknologjia atyre është me rjeta të rejse, zvaritse, por janë të kufizuara lidhur me thellësinë e ujrave detare. Ata do të peshkojnë me këto anije, jashtë kufirit të kufizuar dhe nuk e kam shifrën të saktë se nëse ka ndryshuar. Por çfarë ndodh? Ata shkelin këtë dhe hyjnë në gjotim me rjeta zvaritse. Brenda këtij izobati shkojnë në thellësinë 10 metra dhe 15 metra. Izobati nga 0 deri në 30 metra konsiderohet i mbrojtur sepse është bazë e riprodhimit të shumë llojeve të peshqve, dhe është bazë ushqimi dhe bazë migrimi. Vinë, ushqen një pjesë dhe migrojnë drejt thellësisë. Kurse po patjetër kjo dëmton jo vetëm peshkimin, jo vetëm pakson riprodhimin e peshkimit e peshqve, por edhe të llojeve të tjera invertebrate siç janë molusqet, edhe lloje të tjera që janë ushqyese për organizma të tjerë, për shembull, vend ushqyese për molusqet janë për disa lloje peshqish që janë dentalet për shembull, dhe në këtë varg, në këtë zinxhir u pritet zinxhiri i ushqimit. Tani masat janë përcaktuar në ligj. Problemi nuk është tek masat, sesa tek zbatimi dhe kontrolli rigoroz i zbatimit të legjislacionit ekzistues. Për zhvillimin e sektorit të peshkimit ka një legjislacion të posaçëm i cili përcakton periudhën që nuk duhet peshkuar, thellësinë që duhet të hidhen rjetat, por edhe mënyrën e peshkimit. Legjislacion ky që për shkak të mungesës së monitorimit dhe kontrolleve nuk zbatohet. Do ndalemi tek arsimi ku plot 1113 maturantë të zyrës vendore të Bashkisë Vlorë i Mar janë ushtruar këtë të martë provimit të parë të maturës shtetërore 2026, atij të gjuhës së huaj. Procesi është organizuar në 6 qendra provimi, ndërsa janë angazhuar 127 administratorë. Ka nisur këtë të martë provimet e maturës shtetërore, ndërsa në data 2 qershor ka shënuar dhe provimin e parë atë të gjuhës së huaj. Në gjithë vendin janë rreth 26.000 maturantë, ndërsa në qarkun e Vlorës janë 1.567 maturantë të cilët janë ushtruar testit të parë të provimit të maturës shtetërore. Do të jenë total 4 provime të maturës shtetërore, të cilat do të shtrihen deri në datën 23 qershor, që do të shënojnë edhe fundin e provimeve të maturës shtetërore për vitin shkollor 2025-2026. Maturantët në të gjithë vendin janë ushtruar këtë të martë provimit të parë të maturës shtetërore 2026 atij të gjuhës së huaj. Në zyrën vendore të Bashkisë Vlorë i Mar është 1113 numri maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur sot në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 sipas kalendarit të miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 pap përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1113 maturantë, të cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit janë angazhuar 127 administratorë, të cilët janë thirrur të zbatojnë të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministri i Arsimit. Mësohet se në këtë proces të rëndësishëm kombëtar janë angazhuar edhe Policia e Shtetit në Vlorë, strukturat shëndetësore dhe OSHE në mbështetje për garantimin e sigurisë, rendit gatishmërisë mjekësore dhe vijimësisë së energjisë elektrike. Sipas njoftimit të Ministrisë, pas provimit të gjuhës huaj më 9 qershor do të jetë provimi i gjuhës shqipe, kurse provimi i matematikës do të jetë më 16 qershor dhe ai lëndës me zgjedhje në 23 qershor. Pak ditë para nisjes së provimeve, Ministri i Arsimit Kumbaro bëri të ditur se përgatitjet për maturën shtetërore kanë nisur që në dhjetor 2025 me miratimin e rregullores së re dhe publikimin e testeve model për maturantët. Sipas saj, procesi është shoqëruar me testime provë në qendrat e provimeve ku janë simuluar të gjitha kushtet e zhvillimit të testit, nga organizimi logjistik deri te masat e sigurisë. Mësohet se rregullori i aktivitit është shpërfsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve, po kështu nuk janë lejuar telefonat celular, orët inteligjente dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit. Shqipëria regjistroi një rritje prej 11.2% të net qëndrimeve në strukturat akomoduese turistike gjatë tremujorit të parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat.
Shqipëria regjistroi një rritje prej 11.2% të net qëndrimeve në strukturat akomoduese turistike gjatë tremujorit të parë të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Raporti tregon se në periudhën janar-mars në vendin ton u regjistruan gjithsej 834.966 net qëndrime, nga të cilat 308.781 u realizuan nga turistët vendas dhe 526.185 nga vizitorët e huaj. Sipas Eurostat, rritja në Shqipëri u mbështet si nga turizmi vendas ashtu dhe nga i huaj. Net qëndrimet e turistëve vendas u rritën me 14.1%, ndërsa ato të vizitorëve të huaj me 9.6%, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025. Të dhënat tregojnë se Shqipëria renditet ndër vendet me rritjen më të lartë të aktivitetit turistik në Europë gjatë kësaj periudhe, duke lënë pas disa vende të rajonit. Në Maqedoninë e Veriut rritja totale ishte vetëm 0.1%, ndërsa Malizi regjistroi rënje me 2.4%. Në nivel të Bashkimit Evropian, gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, u regjistruan 471.1 milion net qëndrime në akomodime turistike, ose 3.4% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Eurostat vlerëson se rritja e turizmit në Bashkimin Evropian u nxit kryesisht nga turistët ndërkombëtar, net qëndrimet e të cilëve u rritën me 5.5%, ndërsa turizmi vendas shënoi rritje më modeste prej 1.7%. Ndërkohë Italia, Spanja dhe Gjermania mbetën destinacionet me volumin më të madh të net qëndrimeve turistike në Bashkimin Evropian gjatë 3 muajve të parë të vitit. Bordi i Transparencës saktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 13, nafta tregtohet me 185 lek për litër, 2 lek më pak se mbledhja e fundit e bordit. Çmimi i benzinës është saktuar 173 lek për litër, 1 lek më pak se vendimi i fundit i bordit. Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 13, nafta do të tregtohet me 185 lek për litër, 2 lek më pak se mbledhja e fundit e bordit. Ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 173 lek për litër, 1 lek më pak se vendimi i fundit i bordit. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftimin e dhënë, Bordi i Transparencës bën me dije se tërheqën vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg. Do të ndalemi te zhvillimet nga Rendi. Aksidenti rrugor, i cili është regjistruar në zonën e Kaninës, ku 2 automjete janë të përplasur me njëri tjetrin, si pasojë një person ka mbetur i lënduar dhe është transportuar me urgjencë drejt ambulancës dhe spitalit rajonal të Vlorës, ku pas ndihmës së parë mjekësore raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një aksident rrugor është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin Kanin-Vlorë pranë zonës së bypassit të Vlorës. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, një mjet tip Ford dhe një mjet tip Volkswagen. Sipas të dhënave paraprake, automjeti tip Ford drejtohej nga një 33 vjeçar, ndërsa mjeti tjetër tip Volkswagen drejtohej nga shtetasi VK. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i mjetit Volkswagen ka mbetur lënduar dhe është transportuar me ambulancë drejt spitalit rajonal të Vlorës, ku pas ndihmës së parë mjekësore raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i mjetit Ford i është nënshtruar testit e alkoolit, nga i cili ka rezultuar me nivel 0,0 mg, ndërsa grupi hetimor po vijon verifikimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Paraprakisht dyshohet se përplasja mund të ketë ndodhur si pasojë e shpejtësisë ose e një manovre të gabuar në rrugë, por do të jetë ekspertiza e policisë rrugore ajo që do të sqarojë dinamikën e plotë të ngjarjes. Në vendin e aksidentit kanë mbritur shërbimet e policisë rrugore dhe grupi hetimor, të cilët kanë kryer matjet përkatëse, kthyrjen e vendngjarjes dhe veprimet procedurale. Për disa minuta qarkullimi në këtë segment rrugor është vështirësuar, ndërsa policia ka bërë të mundur disiplinimin e trafikut dhe shmangjen e bllokimeve të mëtejshme. Aksi Kanin-Vlorë dhe zona e bypassit mbeten segmente me lëvizje të konsiderueshme automjetesh, ndaj drejtuesve të mjeteve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe kufijtë e shpejtësisë.
Pas gërmimeve në parkun arkeologjik të Amantjes që zgjatën rreth një muaj, rezultoi se zbulimet e reja i përkasin shekujt të 3 para erës son. Sipas arkeologëve bëhet fjalë për një zonë jashtë qytetit të vjetër, e cila mendohet të ketë shërbyer si stacion për kafshët e transportit ose ndërtesë me funksion bujqësor. Zbulimet e reja në parkun arkeologjik të Amantjes i përkasin shekullit të 3 para erës son. Sipas arkeologëve dhe studiuesve, bëhet fjalë për një zonë jashtë qytetit të vjetër, e cila mendohet të ketë shërbyer si stacion për kafshët e transportit ose si një ndërtesë me funksion bujqësor. Sipas arkeologut Kriledian Çipa, gërmimet zgjatën rreth një muaj, ndërsa zbulimi i fundit është një ndërtesë me karakter ekonomik për shkak të strukturës së thjeshtë të përdorur në ndërtim. Gërmimet fillon le të themi në fillim të muajit maj dhe zgjatën gati një muaj, rreth 3 javë. Këtë vit gërmimet ishin të përqendruara në 2 sektor, në sektorin e fortifikimit të qytetit të poshtëm, si dhe në zbulimin e një prej godinave antike, të cilat të paktën strukturat ishin të dukshme në sipërfaqe. Rezultatet janë të rëndësishme, pasi u zbulua një ndërtesë e cila sipas mendimit tonë, dhe ky është gjithmonë këto janë gjithmonë të dhëna paraprake dhe hipoteza paraprake, është një ndërtesë me karakter ekonomik. Duke u nisur gjithmonë nga teknika e ndërtimit të kësaj strukture, e cila ka, le të themi, një arkitekturë të thjeshtë, me një bazament dhe ka pasur një strukturë të sipërme të ndërtuar me trar druri dhe çati prej tjegullash, për mendimin tonë, ose ka qenë një ndërtesë që i është dedikuar bujqësisë, ose nga ana tjetër mund të ketë qenë një stacion për kafshët e transportit, si për shembull kuajt e të tjerë, pasi godina është e pozicionuar në hyrje të agoras antike dhe me shumë gjasa, shumë jashtë fortifikimit të agoras antike, kështu që duke qenë jashtë, le të themi, qytetit, ka shumë mundësi të ketë luajtur të funksion. Kjo është hipotezë paraprake, ne jemi duke studiuar funksionin e kësaj godine. Po shohim shembuj të ndryshëm nga qytetet të tjera të Ilirisë, por edhe të Mesdheut, dhe sigurisht do kemi të dhëna më të sakta në vijim. Nuk patëm mundësi nuk ishte gjetje arkeologjike gjatë gremimit, pasi ishte ripërdorur godina në luftën e dytë botërore dhe me shumë mundësi edhe gjatë pas luftës së dytë botërore, dhe duke qenë se ka qenë e ripërdorur, ka qenë e pastruar komplet dhe nuk gjetëm të dhëna, ose le të themi, nuk gjetëm objekte antike të cilat mund të shërbenin si indikacione për të kuptuar më mirë funksionin e godinës. Gjatë gërmimeve, nuk janë gjetur objekte arkeologjike, sipas Çipës godina mendohet të jetë përdorur gjatë luftës së dytë botërore dhe më pas, duke qenë se ishte një ambient i ripërdorur dhe i pastruar, ka qenë e pamundur të gjenden element antik që do të ndihmonin për të kuptuar më mirë historinë dhe funksionimin e saj. Çipa theksoi se në zbulimet brenda mureve të qytetit antik, në vijim të gërmimeve në sektorin numër 1, atë të fortifikimit, ka vijuar puna e nisur që vitin e kaluar, e gjatë gërmimeve është zbuluar dhe një godinë e madhe që ndodhej brenda fortifikimit. Sipas Çipës, kjo godinë është përdorur nga shekulli 3 para erës son deri në shekullit 5 dhe 4 para erës son. Mendohet se godina është shkatruar nga dyndet barbare, pasi gjurmët e djegjes janë ende të pranishme. Ndërkohë, sipas Çipës, në vijim të gërmimeve mendohet se është zbuluar dhe një kull që do të verifikohet sipas esurisë së punimeve arkeologjike. Zbulimi pritet të sjellë një pamje më të qartë të pjesës së poshtme publike të qytetit të Amantjas. Në sektorin numër 1, që ishte dhe sektori fortifikimit, vijoi gërmimi që kishim nisur vitin e kaluar, kur u zbulua dhe fortifikimi. U zbulua plotësisht, ose le të themi, pjesa më e madhe e një godine që ndodhej brenda fortifikimit, e ripërdorur në disa faza nga shekulli 3 para erës son deri në shekullin e 6, 5 dhe 6 të erës son, dhe në një periudhë rreth shekullit të 5-6, ku godina së bashku me fortifikimin ka qenë e rënuar me shumë mundësi shkatruar në mënyrë të dhunshme, pasi gjurmët e djegjes, tjegullat e rëna dhe muret e shkatruar, le të them, janë indikacione të mjaftueshme për të kuptuar që aty ka patur, le të themi, një ndërhyrje të dhunshme në këtë periudhë, që lidhet ndoshta me ngjarjet historike të kohës, me dyndjet barbare, të quajtura dyndje barbare të asaj periudhe. U zgjerua më tej, le të themi, u hap një pjesë e mire e gjatësisë së fortifikimit, dhe në pjesën perëndimore të linjës së murit ne mendojmë se kemi zbuluar një kull, të cilën do ta gërmojmë në vitet në vijim, dhe
krijon një ide më të mirë për sistemin fortifikues të pjesës së poshtme të qytetit, ose le të themi të pjesës publike të Agoras, e cila zhvillohet në terracën lindore rreth shekullit të tretë para erës sonë. Pra, të dhënat e këtij viti jo vetëm që na pasuruan numrin e monumenteve që kemi në parkun arkeologjik të Amantjas, por edhe të dhënat arkeologjike të cilat dhe historike të cilat do të shërbejnë për narracionin dhe mënyrën e prezantimit të parkut arkeologjik për turistët e shumtë të huaj dhe vendas që zgjedhin ta vizitojnë në park arkeologjik. Sipas Kriledian Çipës, këto gërmime pastrojnë më tej arkeologjinë e Amantjes, ndërsa në këtë park arkeologjik pritet të ketë edhe të tjera gërmime. Një festival folklorik nga fëmijët e kopshteve të Fierit ka përfshirë qindra voglush në një garë me ngjyra dhe nota tradicionale. Për te festës dhe argëtimit, eventi që u zhvillua për herë të parë në Fier është konfirmimi një tendence në rritje për ndjekjen e kurseve folklorike nga fëmijët. Festivali madh folklorik i të vegjëlve në Fier rritet numri i fëmijëve në kurset e valleve popullore. Një festival folklorik nga fëmijët e kopshteve të Fierit përfshiu qindra vogëlush në një garë me ngjyra dhe nota tradicionale. Për te festës dhe argëtimit, ky event që zhvillohet për herë të parë në Fier është konfirmimi një tendence në rritje për ndjekjen e kurseve folklorike nga fëmijët. Drejtuesja e institucioneve parashkollore në Fier, Silvana Laze, thotë se lidhja me traditën që në moshë të hershme nuk bëhet vetëm për argëtim, por edhe për të edukuar të vegjëlit me traditën popullore. Ky është një festival folklorik dhe marrin pjesë të gjitha kopshtet e qytetit të Fierit, por jo vetëm. Kemi dhe kopshtin Rom, përfaqësinë e kopshtit Rom, kemi kopshtin Protës. Pra, kopshtet që janë me drejtori. Kjo është ideja. Duke parë që në çdo aktivitet të kopshteve, përfshirja e folklorit ka qenë absolute dhe duke parë nga afër që fëmijët e kanë dashur shumë, e shijojnë shumë pjesën e folklorit, atëherë menduam të gjithë bashkë pse jo mos të bëjmë një festival folklorik. Që do të ndaj çmime rregullisht pra si çdo festival. Atëherë, kjo do bëhet traditë në qytetin e Fierit. Ky festival është për herë të parë, festivali folklorik i fëmijëve të kopshteve është për herë të parë dhe patjetër që do ketë të tjerë vit në vit, sepse u përqafua shumë mirë dhe nga drejtuesit dhe nga edukatorët e kopshteve. Dhe nga mirë, patjetër dhe nga prindrit, sepse kanë gjithë çfarë shikoni ju këtu është gjithë puna e prindërve. Patjetër dhe edukatorëve, por mbështetja maksimale e prindërve. Përpjekjet për përfshirjen e traditës folklorike në edukimin e fëmijëve fillojnë në kopsht me atë që drejtuesja Laze i quan gjyrmim të talentëve dhe kultivimin e tyre në qendra kursesh kulturore. Vetëm në qendrën kulturore të Fierit janë 50 fëmijë të moshave 5 deri në 7 vjeç, pjesë e grupeve zinxhir të ansamblit Myzeqeja. Rënjët i kemi në folklor. Nuk duhet të shikojmë të ardhmen pa ditur se nga vim. Dhe dëshmi e gjallë janë fëmijët tanë. Duke e folur për prindrit dhe fëmijët, si është qasja e tyre tek folklori, pra duke se ka një interes edhe në shtimin e numrit të fëmijëve që marrin pjesë rregullisht në këto kurset folklorike. Patjetër, për kurset folklorike është qendra kulturore e fëmijëve e cila për të vërtetës ka bërë një punë të mrekullueshme me mbledhjen e fëmijëve me pikasjen e elementeve. Gjë që vijon edhe në kopshtet tona. Pra, në kopshtet tona nuk është të punojë vetëm për folklorin. I është dhënë zë edhe fëmijëve që kanë talent pikturën, që kanë talent artin, që kanë talent diçka tjetër. Gjurmohen talentet. Patjetër, ky është fokusi, pra gjurmimi i elementeve që në fëmijërinë e hershme. Dhe këtu ne gjejmë atë themrën e akilit dhe punojmë fort, edukatorët tona punojnë fort me zbulimin e elementit dhe me kultivimin e tij, me ushqimin e tij pastaj. Ne kemi ardhur këtu ku jemi. Festivali Kids Folk përfshiu edhe fëmijët e kopshtit të Romëve. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju përshëndetur dhe falenderuar. Mirupafshim.